ne kemi përcjell gjatë gjithmonë aktivitetin e policisë posaçërisht drejtorinë kundër narkotikëve, që nga fillesat, para se mu themeluesi e departamenti veçantë, ne kemi pas kontakte me ta dhe vazhdojmë. Mendoj që mujmë edhe të dëgjohem sot lloj tregimesh, por unë mendoj që nuk ka konfliktet për drogat, jo vetëm të policisë ose edhe të gjyqësisë. Ne kemi ka pak shqetësim sepse konfliktet për këto janë shumë atë rrept pezom, edhe policia, edhe prokuria, gjyqësia në shqiptimin e dënimit më të rrept se sa edhe në regjion. Por gjithmonë kur përmenden droga, dënimet shkojnë më lart. Mirë, po si shpjegohet përkundër kësaj që thuhet nderuar se arrin të jenë kaq numër aktiv i përdoruesve tyre në një vend i cili me një numër të tillë të policëve do të duhej arrijur menaxhuar si merr frym e tërë shoqëria. Pra shtoja kësaj gatishmërinë e qytetarëve për bashkëpunim, si arrihet, pra unë jam për të duar trokit sukseset të policisë, mirë po qasja ndaj narkomanisë duhet shohur në disa dimensione. Luftimin e trafikimit që ka dhënë pajtohem, që nuk ka tolerancë në drejtim, mirë po për konsumin e brendshëm, duke ditur qytetarët për përsëris zona problematike, vende që janë boshatisura, braktisura, që shërbejnë si vend strehimi i të rinjeve, që shfrytëzojnë edhe si vend për konsum, kur qytetarët e thjesht arrin të identifikojnë këtë zona, si është e mundur t'ju ikë syrit të policisë. Nëse s'po dalim të droga tjera, po përrim pak të kanabisi, ajo çfarë mendoj që është një temë shumë tepër specifike. Sot për po, por do të flasim për droga tjera, pra të rënda. Edhe në këtë sens pra se janë dy çështje këto, përdorimi dhe trafikimi. Tek përdoruesit pra është një varë, kam përshtypjen është një varë problematike që nëse janë 30.000 përdorues, ku do të quhen. Ti e përgjigje kolegës, ne nuk jemi që policia të merret me përdorues të drogave ose që bojnë disa shitblerje për nevojat veta, që sulmohen ose të kapen ata. Se për këtë asaj çështje ne me kanë 100-200 ditë mujmë ja bë policisë raste të tilla, por sepse ata furnizohen nga disa. Jo, nuk është shputja as pak, për arsye se si shpjegohet. Sepse nëse po mendon që klienti jonë, përdorësi i drogës, kur e nxojnë policia, ai e kallzon te ku pikujna ka marrë, ai tjetër pikujna dhe më rrin tek finale. Kjo absolut nuk është vërtet. Më fal, nëse më lejohet të ndërpret, kriminalistik në aspekt shkencor e konsiderojmë e quajmë një teori e drita thyra. Teoria e drita thyra. E kuptoj, e di. Atëherë duke kuptuar këtë dukuri, pra ne nuk guxojmë të mendojmë se policia toleron përdorues. Dhe më thonë diçka tjetër. Nëse po mendoni që nëse nxojnë një përdorues droge, edhe ai e çet pikujna ka marr, ai tjetër edhe më rrin te kreri. Absolut jo kur s'mujnë me bë, nuk është praktik që mundet më rri deri te vani për arsye se përdoruesi i drogës që nxojnë të përdor, atëra ai tregon kur pa problemi s'ka. Mirë po, ajo me të parën kthehet në vertikale, nuk shkon në horizontale, nuk shkon në vertikalen me mërrit e grupi kriminali trafikimi drogës.